kjo grua i u ofrua rrezikshëm një gorile dhe pikërisht atëherë ndodhi diçka e papritur. Kur Victoria Aspinall u martua me burrin e saj Damian, ajo kuptoi se do të duhej të ndante zemrën e tij me kafshët. Pastaj ai e çoi atë në Gabon, Afrikën Qendrore, për ta prezantuar me 2 gorilla që ai kishte rritur edhe lëshuar në natyrë. Edhe pavarësisht paralajmërimit të tij, ajo i u ofrua rrezikshëm, edhe pikërisht atëherë ndodhi diçka e papritur. Në vitin 1957, babai i Damian Aspinall, John Aspinall, themeloi parkun e kafshëve dhe egra Howlett's Wild Animal Park. Kështu që Damian e kaloi fëmijërinë e tij në një zonë prej 700 hektarësh në Kent, Angli. Në fakt, Aspinall pretendon se një goril që i kishte marrë si nënë zaventësuese e ndihmoi të zbriste nga një pemë ku kishte mbetur i ngujuar. Është e çmendur të mendosh që ajo goril nuk ishte aty kur gruaja e tij i u ofrua aq rrezikshëm një gorile. E vite më vonë kjo organizat ofron një streh të sigurt për gorillat. Ata gjithashtu sigurojnë mbijetesën e specieve duke riintegruar gorillat e rritura në robëri sërish në natyrë, në parkun kombëtar Plateau në Gabon, Afrikën Qendrore. Kur babai i Aspinall ndroi jetë, Damian vendosi të vazhdonte trashëgiminë e tij, por a ishte ky një vendim që do të pendoheshe për gjithë jetën? Si fëmijë, Aspinall ishte i vetmuar në mesin e njerëzve të tij, por padyshim që ishte shumë i dashur mes kafshëve të egra. Gjithmonë jam ndier i shkëputur nga njerëzit. Njerëzit të shgënjejnë, ndërsa kafshët kurrë. Ka më shumë dëshmëri dhe pastërti tek ata, tha Aspinall për Daily Mail. Ai kur nuk e kishte imagjinuar se dashuria e tij për kafshët do të vinte në rrezik dashurinë e jetës së tij. Organizata kishte disa projekte që përfshinin lëshimin e kafshëve sërish në natyrë, edhe pikërisht për këtë arsye, Aspinall përfundoi duke rritur shumë gorilla të vegjël. Ai ishte aq krenar për lidhjen që ndante me ta, sa që ndihej si një baba zaventësues. Por kishte 2 gorilla meshkuj të quajtur Gjalta dhe Emma, që ja kishin vjedhur zemrën. Të 2 këta gorilla ishin planifikuar të transferoheshin në një habitat të mbrojtur në natyrë, siç u shpreh ai për Daily Mail. Së shpejti miqtë e tij të leshtë u lëshuan përsëri aty ku i përkisnin, por ai nuk e kishte iden se përpara po e priste një ribashkim familjar plot tension. Në gusht të vitit 2016, Aspinall u martua me Victoria Fisher në Toskanë, Itali. Ajo e kuptoi shpejt se të martoheshe me një bashkëshor që ishte konservator i kafshëve, do të thoshte se në një farë mënyre ishte martuar edhe me kafshët e tij. Fisher përfundoi duke kaluar kohë me gorillat, duke luajtur kroket me anteater të braktisur edhe duke ulëritur me ujqër në park. Mund të duket çmenduri, por ajo e përshkroi për Daily Mail. Unë i dua ujqërit sikur të ishin fëmijët e mi. Por mënyra se si u njohën Aspinall dhe Fisher ishte në fakt një histori shumë interesante. Fisher nuk kishte asnjë ide se kush ishte Aspinall kur pranoi të dilte në takim me të. Më ftoi për drek, po atë javë që u njohëm, zakonisht do të kisha thënë jo, shpjegoi ajo. Por ai më integroi. Është një nga ata njerëz që të tërheq vëmendjen menjëherë. Ajo ndoshta do ta kishte ndruar mendjen nëse do të dinte çfarë fati e priste. Fisher ishte një grua urbane dhe konsulente menaxhimi me një diplomë master në kimi. Ajo gjithashtu ishte një drejtuese biznesi, kështu që të kalonte shumë kohë me kafshë të egra nuk ishte diçka që ajo e kishte imagjinuar ndonjëherë për të ardhmen e saj. Por fati e kishte vendosur në një rrugë të rrezikshme. Thjesht ajo ende nuk e dinte. Gjalta dhe Emma e kishin dhënë lamtumirën e fundit burrit që i kishte rritur në vitin 2003. Por në qershor të vitit 2017, Aspinall ishte i jetur të zbulonte më shumë për vendodhjen e tyre. Nuk ishte hera e parë që ai nisej në një mision për t'i gjetur, që nga koha kur ata ishin lëshuar në natyrë.
por këtë herë ai mori me vete edhe gruan e tij dhe e paralajmëroi se përpara tyre kishte rrezik. Aspinall kishte kaluar shumë kohë duke krijuar lidhje me Xhaltën dhe Emon, gjatë kohës që ata jetonin në parkun e kafshëve të egra të Howletts. Ai pyeste veten nëse ata do të kujtonin ende, por kishte frikë se jeta në natyrë për një kohë të gjatë do të kishte ndikuar në sjelljen e tyre, veçanërisht në praninë e gruas së tij. Gorillat e rritura janë të fuqishme dhe potencialisht të rrezikshme. Ai nuk e dinte se si prania e bashkëshortes do të ndikonte tek ata. Gjithsesi, ata fluturuan drejt Gabonit me një ekip ekspertësh të kafshëve për të gjetur Xhaltën dhe Emon. Por askush nuk e dinte se krijesat po fshiheshin thellë në pyll, duke pritur të dalin. Çifti udhëtoi nëpër një terren të vështirë dhe lundroi përgjatë lumit të xhunglës me varg. Fatmirësisht, Xhalta dhe Emma ishin të pajisur me pajisje GPS për lokalizim. Por ekipi kishte kaluar orë të tëra duke i kërkuar dhe ata nuk gjindeshin askund. Përballja e fisherit me rrezikun ende nuk ishte anuluar. Xhungla ishte shumë e dendur, kështu që ekipi përdori drone që të transmetonin pamje direkt në telefonin e Aspinalit. Dhe më në fund, ata arritën të gjenin gjurmët e gorillave. Por a do ta prisnin ata Aspinallin dhe gruan e tij me krah hapur, apo do të sulmonin? Dront i nxorën gorillat nga vendi i tyre i fshehjes. Krijesat i ofruan bregut të lumit dhe vendi ishte i përsosur për Aspinallin dhe ekipin që t'u afroheshin me varg. Por gorillat nuk kishin parë njerëz për vite me radhë. Aspinall nuk mund të fshihte frikën se ata mund ta sulmonin pa ndonjë provokim. Megjithatë, ai ende dëshironte t'u ofrohej sa më shumë të ishte e mundur. Xhalta dhe Emma pan varkën që mbante ekipin e Aspinalit. Gorillat dukeshin të integruara, por të gjithë e dinin që sjellja e një kafshë të egër mund të ndryshojë shumë shpejt. Edhe pikërisht këtë zbuloi çifti me sytë e tyre. Aspinall kishte frikë se zhurma e motorit të varkës do t'i tremte gorillat, kështu që ai zbriti dhe eci nëpër lum për të kaluar përtej. Kur mbërriti në breg, ai ushtri përdhe që të mos dukej kërcënues duke qëndruar në këmbë. Pastaj dëgjoi një tingull që ngjante një gurgullime ose një hungërime të lehtë, dhe kjo e tronditi thellë. Fisher hyri në ujë deri në bel dhe i ofrua bregut të lumit. Vendosa të afrohesha ngadalë në breg, nuk doja t'i trembja dhe doja të sigurohesha që ishin të qetë, u shpreh ajo. Por gjërat nuk shkuan ashtu siç kishin pritur. Ai i kërkoi gruas së tij të qëndronte pa lëvizur kur ajo ishte vetëm pak metra larg bregut. Aspinall priste me ankth për të parë nëse gorillat do të reagonin në mënyrë agresive. Pastaj ata prodhuan një tingull miqësor gurgullues në drejtim të saj. Kështu që ai i tha asaj të afrohej edhe më shumë. Por ai ishte ky vendimi i nxituar? Papritur, një nga gorillat e preku butësisht fytyrën e saj me fytyrën e vet. Ishte një shenjë që e kishin pranuar. Pastaj, të dy gorillat e mirëpritën atë me krah hapur. Pasi u lidhen emocionalisht për pak kohë, erdhi momenti që Aspinall dhe Fisher të largoheshin. Por ky nuk do të ishte takimi i tyre i fundit me gorillat. Aspinallët u kthyen të nesërmen dhe i gjetën gorillat në të njëjtin vend. Emma vrapoi drejt Fisherit, prodhoi disa tinguj të lumtur dhe pastaj e përqafoi. Emma mori kapelen e Fisherit, e nuhati dhe pastaj ia vendosi vetes në kokë. Ky shkëmbim i mrekullueshëm u kap në kamera dhe u ngarkua në YouTube. Videoja u shikua mbi 21 milion herë dhe mori 163.000 pëlqime. Kur një lëvizje e gabuar mund të kthente këtë përvojë në një tragjedi. Gorillat zakonisht shmangin kontaktin me njerëzit, por nuk hezitojnë të përdorin forcën e tyre nëse ndjehen të kërcënuar. Mjafton një lëvizje e gabuar për të provokuar një goril, edhe një gest i padëmshëm trupor mund të perceptohet si një qëndrim agresiv. A kishte mbaruar vërtet rreziku? Një keqkuptim midis një njeriu dhe një gorile mund të shkaktojë që kafsha të reagojë me ulërim të dhunshme, ose të kryejë një sulm paralajmërues, që është kur gorilla vrapon drejt dikujt dhe ndalon vetëm 1 metër larg objektivit.
Ka shumë gjëra që mund të kishin shkuar keq në prezantimin e fisherit. Po sikur ajo të ishte trembur dhe të përpiqej të largohej me prap, gorillat do ta kishin ndjekur. Ato janë shumë të shpejtë edhe mund ta kapin një njeri me lehtësi, edhe sapo ta kapin, gorilla mund ta kafshojë pjesën e parë të trupit që sheh përpara. Por a e la Fisher ishullin pa u lënduar? Prezantimi i Fisherit me gorillat shkoi jashtëzakonisht mirë, dhe kjo është një nga arsyet pse ajo vazhdon të punojë krah për krah me bashkëshortin e saj, për të restauruar ekosistemet e dëmtuara nga njerëzit, në mënyrë që kafshët si Gjalta dhe Emo të kenë mundësi të jetojnë e të lulëzojnë në natyrë. Por dashuria e saj e re për primatët nuk u kufizua vetëm tek këto dy gorilla. Përvoja me Gjaltën dhe Emon e bëri atë të ndjehej më afër me primat të tjerë. Në Instagram, Aspinall postoi një foto të bashkëshortes së tij, teksa rinte me një bebush babun të quajtur Galada, i cili e shijonte shpinën e saj si vend për hipje dhe i tërhiqte flokët e saj të gjatë bjond me dëshirë të madhe.